Çmimet e frutave dhe perimeve në tregjet e Vlorës vazhdojnë të jenë të larta, ndërsa shitësit po përballen me mungesë të theksuar të blerësve. Sipas edhe tregtarëve të shumicës, situata ekonomike është e vështirë dhe shumë prej tyre detyrohen shpesh të hedhin mallin poshtë, pasi nuk kanë se ku ta shesin. Tregtarët shtojnë se mungesa e konsumatorëve lidhet edhe me rritjen e papunësisë dhe largimin e qytetarëve jashtë vendit. Çmimet janë të larta, nuk dim çfarë të bëjmë. Do lëm punë gjithë tregtarët, mbajmë mend. Ky fruta e perimet do marrojnë një, nuk do ketë më punë. Normale, s'është punë çmimeve. S'ka popull. Do t'i krahasosh me një parë. Po kështu ka qenë vëllai në parë. Kështu ka qenë. S'ka popull, kjo është sekreti. Po s'ka, ku s'ka të ardhur në pa punësia. Këtu plejt ka ngelo vetëm, pensionistët, çmimet janë ngritur. Ku dalin? S'ka, mbaroj çdo gjë. Edhe pse në disa produkte çmimet kanë pësuar luatje të lehta, konsumatorë e tregtar thonë se në xhepin e tyre mbeten të papërballueshme dhe se nuk ka punë, dhe se aktiviteti i tyre është i penalizuar në këto ditë. Edhe në tregun e shumicës së frutave dhe perimeve shihet një rënje e dukshme fluksit të blerësve, ndërsa shumë tregtar shprehen të pasigurt për dimrin që tashmë ka hyrë.